Ky është urdhri I parë I firmosur nga kryetari I Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, pasi u rikthyet zyrtarisht në detyrë nga vendimi I gjykatës kushtetuese. Veliaj ka kërkuar që përgatitjet për festat e fundvitit të nisin menjëherë në kryeqytet. Sipas dokumentit zyrtar, drejtuar ndërmarrjes të dekorit dhe eventeve, pritet të merren të gjitha masat për vendosjen e zbukurimeve dhe ndriçimeve në sheshe, rrugë e hapësira publike të kryeqytetit. Pas shkarkimit nga Këshilli Bashkiak I Tiranës dhe qeveria, Erion Veliaj u rikthye në detyrën e kryebashkiakut më 3 nëntor. Gjykata kushtetuese vendosi t'i japë të drejtë me 5 vota pro dhe 3 kundër për kërkesën e anulimit të shkarkimit. Menjëherë pas këtij vendimi, Veliaj reagoi nga qelia në rrjetet e tij sociale, duke thënë se vendimi ka rikthyer dinjitetin votës së lirë dhe ligjit. Sipas tij, vendimi I gjykatës kushtetuese nuk ishte një vendim për t'i kthyer mandatin, por për t'u rikthyer atyre që ju përket, popullit të Tiranës. Veliaj ndodhet në burg prej disa muaj që akuzuar nga prokuroria e posaçme për disa vepra penale.